Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka lëshuar një njoftim të pazakontë sigurie duke paralajmëruar qytetarët amerikanë për një rrezik të mundshëm në disa ambiente të kryeqytetit. Në mesazhin zyrtar, ambasada njofton se sipas paraprake për shkak të mundësisë së dhunës hakmarrëse dhe raportimeve për praktika të padrejta biznesi apo shqetësime për sigurinë, 4 lokale janë shpallur të ndaluara për personelin diplomatik amerikan. Bëhet fjalë për Juvenilia Castle, Pasticceria Venezia dhe Magic Club. Njoftimi mban datën e 20 shkurtit 2026 dhe i referohet specifikisht qytetit të Tiranës. Ambasada u bën thirrje qytetarëve amerikanë të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin ambientet e përmendura dhe të monitorojnë mediat lokale për përditësime të mëtejshme. Në udhëzimet e saj përveç shmangjes së këtyre lokaleve, ambasada rekomandon që shtetasit amerikanë të kenë gjithmonë një plan emergjence ose strategji dalje dhe të mbajnë profil të ulët. Njoftime të tilla sigurie publikohen zakonisht kur autoritetet amerikane vlerësojnë se ekziston një rrezik i shtuar për shtetasit e tyre, qoftë për shkak të tensioneve specifike, kërcënimeve të mundshme kriminale apo situatave që mund të përshkallëzohen papritur. Deri në këto momente nuk ka një sqarim të detajuar publik mbi natyrën konkrete të rrezikut apo nëse bëhet fjalë për incidente të veçanta që kanë nxitur këtë vendim. Gjithashtu mbetet për tu parë nëse autoritetet shqiptare do të reagojnë me një qëndrim zyrtar për situatën edhe për masat në funksion të garantimit të rendit dhe sigurisë publike në kryeqytet. Ky zhvillim ka tërhequr vëmendje të gjerë pasi njoftime të tilla konsiderohen të ndjeshme dhe ndikojnë drejt për drejt në perceptimin e sigurisë në qytet. Për momentin Këshilla Kryesore mbetet kujdesi, monitorimi i informacionit zyrtar dhe shmangja e ambienteve të përmendura deri në një njoftim të dytë, siç theksohet në mesazhin e ambasadës amerikane në Tiranë.